Mirë se erdhët në kanalin ton për meditim. Çfarë është meditimi në të vërtetë? Për mua, ne jemi qenie njerëzore dhe si qenie njerëzore po luajmë një rol. Pra, është shumë e ngjashme me një aktor. Nëse një aktor zgjidhet për të luajtur një rol në një film, pas shumë vitesh, duke luajtur atë rol, ai harron kush ishte para se të bëhej aktor dhe mbetet i bllokuar në atë rol, duke besuar se ai është personi që po luan. Të qenet njëri është shumë e ngjashme me këtë. Ne vim në këtë botë për të pasur një përvojë njerëzore. Ky trup nuk është joni. Emri që mbajmë nuk jemi ne. Është shumë i përkohshëm. Është pjesë e këtij aktrimi. Por gjatë shumë jetëve jemi konsumuar nga bota. Jemi lidhur pas botës. Dhe në fakt, kemi harruar kush ishim para se të bëheshim qenie fizike. Para se të përjetonim këtë ekzistencë njerëzore. Në një moment gjatë rrugëtimit, shpesh kur njerëzit arrin një pikë vështirësie dhe vuajtje të madhe, sepse shpesh nuk përpiqemi për ndryshim derisa të ndihemi të privuar nga diçka. Atëherë fillojmë të ndjekim këtë qëllim. Të kuptojmë kush jemi vërtet përtej mendjes dhe trupit. Kjo kërkon një proces, një mjet apo një instrument. Dhe meditimi është po ai mjet. Nuk është i vetmi mjet. Ka shumë mënyra të ndryshme. Por meditimi është një mjet që të ndihmon të mbyllësh bërshllokun mes nuk e di kush jam dhe dua të harroj për një kohë kush mendoj se jam. Pra, meditimi është një mjet përmes të cilit fillojmë të lëshojmë për një kohë atë që mendojmë se jemi. Zakonisht, kur ulesh për të medituar, do të shfaqen mendime. Të gjitha mendimet lidhen me atë që je në atë moment. Mund të jenë komente nga identiteti që mendon se je. Mund të jenë mendime për jetën tënde, për punën, për familjen, kujtime që dalin në sipërfaqe, emocione apo ndjenja. Të gjitha këto janë të lidhura me individin. Por ti nuk je individi. Nuk je njeriu. Kjo është një dallim i rëndësishëm që duhet të bësh me veten. Sepse atëherë bëhet më e lehtë të kuptosh pse duhet t'i lëm këto gjëra në meditim. Cili është qëllimi i të ulesh i qetë dhe të përqendrohesh te fryma? Si na ndihmon kjo shpirtërisht? Së pari, të ndihmon të fillosh të harrosh trupin. sepse ti nuk je trupi.
Kur arrin një gjendje të caktuar në meditim, përjetimisht të tregohet se nuk je trupi. Nuk do të thotë se duhet të përjetosh një dalje nga trupi, por vetdia fillon të drejtohet brenda dhe jo jashtë. Të qenit i drejtuar jashtë drejt botës së iluzionit të mban të angazhuar në jetë. Prandaj, duhet deri diku të tërheqim shqisat. Shqisat janë gjithmonë të drejtuara nga jashtë, drejt botës. Në meditim, bëjmë të kundërtën. Mbyllim sytë, e mbajmë trupin të qetë. Nuk përfshihemi në mendime, sepse shumica atyre lidhen me botën. Vëzhgojmë frymën. Por fryma është neutrale. Është një boshllëk. I jep mendjes një vend ku të qëndrojë, pa krijuar aktivitete. Dhe duke bërë këtë, të vëresh se vetdia fillon të zgjerohet. Shumë prej nesh, kur fillojmë të meditojmë, mendojmë se ne jemi ata që po meditojmë. Por ajo që do të kuptosh është se nuk jemi ne vepruesit. Ne thjesht ulemi dhe tregojmë qëllimet duke qenë të pranishëm. Por hyjnorja është energjia ose esenca që na takon aty. Kur ndodh ky bashkim, ky është meditimi i vërtet. Kur fillon të përjetosh veten gjithnjë më shumë si hyjnore, kjo është formë e vërtetë e meditimit. Nuk jemi ne që e bëjmë atë. Kjo është një dallim shumë i rëndësishëm. Kjo mund të kuptohet edhe ndryshe. Njerëzit shpesh thonë: arrita sukses financiar dhe çova biznesin tim në një nivel ku tani jam i lirë financiarisht. Marrin gjithë meritën për vete. Por harrojnë se trupi që përdoren për të arritur këtë ka shumë funksione që ndodhin pa bërë ata asgjë. Zemra rreh pa përpjekje. Marrin frymë pa menduar. Sistemi i tretës funksionon pa asnjë mendim të vetëdijshëm. Pra, mjeti që përdorin për sukses nuk ishte plotësisht nën kontrollin e tyre. Megjithatë, thonë se ata e arritën. A e sheh boshllëkun këtu? Është vetëm një e vërtet e pjesshme. Meditimi është i njëjtë. Po, ne paraqitemi në meditim. Po, duhet të bëjmë përpjekje. Po, duhet të sakrifikojmë diçka. Ndoshta, në vend që të shohim një film në mbrëmje, ulemi për gjysmë ore për të medituar. Por, ajo që ndodh më pas nuk është vërtet veprimi ynë. Pjesa e veprimit vjen nga hyjnorja. Dhe ky dallim është shumë i rëndësishëm sepse të përul. Në vend që të ushqej egon shpirtërore, të bën të kuptosh se nuk je ai që mendon se je. Dhe se ajo pjesë që po përpiqesh të kuptosh është pikërisht ajo që kontrollon gjithçka. Meditimi është një mjet që të çon nga ignoranca drejt një kuptimi përjetimor.
është një mjet që të nxjerr nga roli i aktorit dhe të cilën je zhytur dhe të lejon të kujtosh, të përjetosh kush je vërtet. Derisa të arrish në pikën ku thua, tani jam kthyer në rolin që kam pasur gjithmonë. Dhe roli që mendoja se isha, pra një qenje njerëzore, është thjesht diçka që bëj si një punë, si një rol aktrimi. Por nuk jam ai rol. Siç edhe thuhet, në botë, por jo i botës. Në rolin e aktorit, por jo vetë aktori. Meditimi është kalimi drejt asaj që je vërtet. Hynorja. Në një farë mënyre, është një bashkim me Zotin.